Shtëpia botuese Dituria Islame është pjesë e panajirit të 28 të librit Tirana 2025, i cili u hap sot në Pallatin e Kongreseve dhe do të zgjas deri më 16 nëntor. Me një prezencë të konsoliduar ndër vite, Dituria Islame vjen këtë edicion me një ofertë të pasur prej mbi 60 titujsh, ndër të cilët më shumë se 20 janë botime të reja. Në stendën e saj, vizitore do të gjejnë vepra që trajtojnë tema nga mendimi islam, historia, kultura, si dhe përkthime të autorëve të njohur nga bota islame bashkohore. Në këtë panajir që konsiderohet festa më e madhe e librit në vend, Dituria Islame sjell jo vetëm libra, por edhe një mesazh të qartë për rëndësinë e dijes, kulturës dhe vlerave shpirtërore në shoqërinë tonë. Panajiri i 28 i librit Tirana 2025 do të pres për 5 ditë me radhë lexues, autor, përkthyes dhe botues në një atmosferë të pasur me takime, promovime dhe aktivitete kulturore. Dituria Islame fton të gjithë dashamirët e librit të vizitojnë stenden e saj për të zbuluar botimet më të reja dhe për të bërë pjesë e kësaj feste të dijes.